Përshimi një kandidatit e nësot të pavarur? Një pavarërim dhe mirënjohje të sinqertë për të gjitha ata qytetar, intelektual, personalitete që shprehen dëshirën dhe gatishmërinë e tyre për të përballur në interesin më të mirë të qytetarëve të Tiranës në të keqen që ka vetëm një emër, Edi Rama. Faleminderit. Kandidati emër sot? Shpresoj se po, por do ketë diskutime edhe me koalicion. Shpresoj se po. A kanë ardhur shumë propozime nga kandidatë pavarur? Janë disa. Janë, sepse ka që e kanë shpallë publikisht, ka tjerë që më kanë dërguar, kanë shprehur dëshirën. Cilët janë këto emra që kanë shprehur dëshirën? Emrat më të njohur. Tani, emrat më të njohur janë bërë publik në media. Edhe sa për ty kam mësuar nga ju. Unë kam mësuar nga media disa emra për ty. Ato që janë akoma në Të tjerë janë pedagogë universitetës, janë personalitete të ndryshme që duhet të marrë përpara miratimin që t'i bëjnë publik, se ata kanë ndjekur rrugën të mi dërgojnë këtu dhe jo të bëjnë publik. Sot Shpresja e vogël e zyrtarizon kandidatin për sot të Tiranës? Do merret dhe mendimi ala, se jemi në një Qendrimi i Partisë Demokratike do bëhet sot i ditur? Shpresoj se po. Se kjo ka qenë afatat, ka qenë këto. 48 orë. Po. Faleminderit. Ju pafshim.